Falëndërhyrjeve restauruese të kryera në urat monument kulture të kategorisë së parë apo të dytë në qarkun e Gjirokastrës, nga ura e Kordocës, ura e Glinës e Haskovës në Gjirokastër, përmete më gjerë, rreth 20 vepra historike, po i përballojnë pas një dëmtim prurjet e shumta nga lumenjt gjatë këtyre ditëve mereshje. Drejtoria Rajonale të Shëndetit Kulturore Gjirokastër, në bashkëpunim me gjithë stafin, ka kryer monitorim të vazhdueshëm gjatë këtyre ditëve të mereshje të ndërmarrësisë të gjitha monumentet e kulturës, të cilat janë në administrimin e DRTK Gjirokastër. Konkretisht neve kemi mbajtur në monitorim urat, sepse edhe rreshtet e ndërmarrësisë dhe ngritja e lumenjve drinu apo vjos ka sjellë edhe mundësinë e ndonjë rrezikshmërie në disa prej urave monument kulture, siç është ura e Kordocës, një urë goxha e madhe, apo dhe ura e Beqishit në Tepelen. Edhe ura e Leklit dhe ura e Dragutit, të cilat janë monumente kulture kategori 2, janë mbajtur në monitorim. Nga informacionet e deri tanishme, ne nuk kemi patur asnjë problematik në këto monumente. Ndërkohë, problematika e vazhdueshme ndodhet në qendrën historike të qytetit Gjirokastrës, ku ne kemi disa banesa të cilat janë në rrezikshmërie dhe mbahen në kontroll për të mos dëmtuar objektet përreth apo dhe kalimtarët, ndërkohë që na DRTK-ja marrën masa provizore në mënyrë të herpasërshme për të evituar shëmbjen e tyre apo agravimin më të tëshëm të situatës së këtyre objekteve. Sipas të dhënave paraprake, problematikë mbeten banesat brenda zonës historike, edhe pse rreshjet nuk sollën dëmtime madhore. Në banesa nuk është se ka agravuar situata, ato banesa janë aty prej kohësh, të cilat kanë patur dëmtime apo janë të dëmtuara për shkak të mos banimit nga asnjë njeri. Në qarkun e Gjirokastrës numërohen rreth 500 objekte të shpallura monument kulture të kategorisë së parë ose të dytë.